Plani i qeverisë për të moshuarit nga pensioni 13 tek heqja e taksave dhe ulja e çmimit të energjisë. Qeveria shqiptare ka miratuar strategjinë e moshimit dhe planin e veprimit 2025-2030, një dokument gjithëpërfshirës që synon përmirësimin e jetesës së të moshuarve në vend përmes lehtësirave ekonomike, rritjes pensioneve dhe mbështetjes sociale. Sipas planit publikuar, të moshuarit pritet përfitojnë një pension të 13, ndërsa pensioni mesatar në qytet do të rritet nga 18 presje 341 lek aktualisht në mbi 27 presje 511 lek deri në vitin 2030. Në zonat rurale, pensionisti parashikohet të arrijë në 16 presje 576 lek. Paralelisht, qeveria synon indeksimin e diferencuar të pensioneve sipas të ardhurave me fokus në rritjen e pensioneve më të ulta, lehtësira për të moshuarit, heqja e taksës së pronës për personat mbi 60 vjeç, heqja e taksës vjetore për automjetet për të moshuarit mbi 65 vjeç, ulja e çmimit të energjisë elektrike dhe përfshirja në listën e klientit në nevojë. Karta e pensionistit do të lëshohet nga të gjitha bashkitë, duke siguruar përfitime si transport falas publik, lehtësira në strehim dhe shërbime publike, rishikimi i listës së barnave të rimbulsueshme në favor të moshuarve me sëmundje kronike si diabet, Alzheimer, Parkinson apo probleme të shëndetit mendor. Për pensionistët që vijojnë të punojnë, plani parashikon ulje të tatimit mbi pagën dhe bonuse sipas performancës. Qeveria thekson se këto masa do të shoqërohen me fushata informuese për të rritur ndërgjegjësimin mbi të drejtat dhe mundësitë e kësaj kategorie. Reforma e pensioneve gjithashtu parashikon rritjen graduale të moshës së daljes në pension me qëllim barazimin më të shpejtë të saj për burrat dhe gratë në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër do të rishikohet edhe formula e përllogaritjes pensioneve dhe ligji për sigurimet shoqërore. Plani përfshin gjithashtu përjashtimin nga taksa e pronës për pensionistët me pension social ose minimal, fondi i kontingjencës për mbrojtjen e të moshuarve në rast të krizash, bonusi që rast për të moshuarit pas 3, mbështetje për të vetmuarit me humbje të autonomisë. Ky dokument shënon një ndërhyrje të më të gjera të dekadës së fundit në përballimin e plakjes së popullsisë në Shqipëri, që sipas ekspertëve është ndër sfidat më të mëdha fatgjata për vendin.